Në sistemin arsimor shqiptar, duke nisur nga kopshti dhe deri në arsimin e lartë, rezultojnë 61.000 nxënës më pak se viti akademik 2020-2021. Të dhënat janë publikuar nga Instat, ku faktor pozitiv rezulton vetëm arsimi i lartë. Për herë të parë, pas 4 vitesh, universitetet kanë njohur një rritje prej 2.6% të diplomuarve. Degët e ekonomikut dhe juridikut kryesojnë me gati 1/4 e të gjithë studentëve, ndjekur nga mjekësia dhe më tej inxhinieria. Sa i përket shkencave të natyrës, numrat janë të ulta, me vetëm rreth 3.000 që përfunduan bachelorin dhe masterin, por duke lënë pas universitetin bujqësor. Studentet femra dominojnë me 65.3% të totalit. Në kopshte, në vitin 2024-2025 rezultojnë vetëm 66.000 fëmijë nga 71.000 fëmijë që ishin 4 vite më parë. Rënje ndjeshme ka në fillore me 20.000 nxënës më pak dhe në ciklin e arsimit bazë rënja shkoi në 13.000. Sa i përket shkollave të mesme, numri u reduktua me 19.000 për ka një rritje të shkollave profesionale me gati 500 nxënës krahasuar me një vit më parë, por ende shumë larg situatës së 4 viteve më parë. Në total, në shkollat e vendit janë 528.602 nxënës.